Zoti Visoka, ju keni shkruar një libër The Derecognition of States, që në përkthim në shtaj bjen tërheqja e njohjeve të shteteve. Në parim, a besoni që ka, ose pse është anashkalu si temë akademike kjo çështja e tërheqjes? Gjithmonë është folë për njohje ose mos njohje, po jo për tërheqje të shteteve. Fillimisht faleminderit shumë Berian për ftesën dhe shkënaqësi që jam në Radio Kosovën. Libri Çnjohja e shteteve do të bën përpjekje me dhënë kuptimin akademik, po dhe praktik kësaj teme. Çnjohja e shteteve në parim është temë e anashkaluar me drejt e thënë këtë, nga se është goxha kontroverse. Se logjikisht natyra ndërkombëtare është progresive, përparimtare, një drejtimshë, do të lind si shtet, njihesh, zhvillim ndërkombëtare edhe pritja është që i kultivon këto miqësi edhe në këtë formë ndodh zhvillimi ndërkombëtar. I njohjes, i shtetëndërtimit, i shtet përparimit, si do të thojmë. Edhe çnjohja si praktikë në formë është kontroverse sepse është kthem brapa në këtë kuptim. Njihesh pastaj nuk njihesh. Nuk njihesh. Mos njohja është fakti kur ti e ke shpall pavarësinë, por për arsye politike apo juridike nuk njihesh nga tjerë. Ajo është mbajtje mbrapa e dëshirës për njohje. Po në drejt ndërkombëtar asnjë shtet nuk është i detyruar të njohë shtete tjera. Është veprim njanshëm, vullnetar. Kjo çështja e njohjeve është më komplekse, për shkak se ka pasoja më të mëdha. Në ç'kuptim? Në kuptimin atë se kur një shtet çnjihet, është në çmim e para punës. Sepse shtetet në sistem ndërkombëtar, të paktën parim, duhet të jenë të barabarta. Karta e AKB-s duhet ta njoh. Karta e AKB-s parashë që shtetet edhe të mëdha të vogla janë të barabarta. Shtete janë njësi të barabarta, varësisht prej popullsisë. Kur një vend njihet, i ulet statusi, i ngushtohet rrethi i miqësisë ndërkombëtare, i ngushtohen votat, i ngushtohet terreni për veprim diplomatik. Sa më shumë vende që e njohin një shtet, aq më shumë ai është i izoluar. Në shtetin, në librin e juaj realisht, keni prek disa shtete problematike si Tajvani, pastaj Uzbekistani, Ugur, Kosova, po fokus marr parasysh që ju jeni edhe vetë kosovar. Është çështja e Kosovës. Kosova është ballafaqur me një, do e quaja si diplomaci më të egër nga ana e Serbisë kur vjen puna te çnjohjet. Sot e kësaj dite si shtet edhe flasim për mbi 100 shtete, 120, 100, po nuk kemi numër të definuar. Në praktikë gëzim, a menoni që OKB-ja duhet, OKB-ja ose organizatat ndryshme tjera, duhet të vendosin një set rregullave, jashtë cilave në fundit nuk mund dalësh? Ka njohje dhe njohja. Mund të ketë ftohje të marrëdhënieve diplomatike, po jo pastaj tërheqje të njohjes. Aty keni drejt, në drejtën ndërkombëtare njihet ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike ose suspendimi i marrëdhënieve, ftohja, por jo çnjohja si kategori. Është praktik, por jo normë e kodifikuar. Tek rasti i Kosovës, çështja e çnjohja u bë temë në një moment caktuar historik për Kosovën dhe Serbinë, kur u krijoi një ngërç në dialogun Kosovë-Serbi dhe Kosova filloi të bëj përpjekje për antarësim në Interpol dhe në UNESCO. Dhe aty Serbia kuptoi që rrugtimi ndërkombëtar i Kosovës por dialogu nuk është duke bllokuar Kosovën, sepse një nga qëllimet e Serbisë në dialog është bllokimi i antarësimit të Kosovës, njohja e plotë dhe gjëra tjera, dhe krijimi i parakushteve për ndarje dhe një farë konflikti ngrim. Edhe kur e kuptoi që Kosova po përfiton nga dialogu çka përket njohjeve dhe antarësimeve, në fazën e hershme 2011, 2013, 2014 mund të them, e ndroi taktikën dhe mësoi nga Georgjia në raport me Abkhazinë dhe Osetinë e Jugut, edhe nga Maroku në raport me Saharën Perëndimore. Dhe e kuptoj që nëse Kosova vazhdon të merr njohje individuale, në atë kohë kishte dikun 115 njohje. E kuptoj që nëse Kosova shkon i merr 128 njohje, bën 2/3 e nevojshme për çdo antarësim në organizata ndërkombëtare. Dhe Dačić e ndroi taktikën diplomatike dhe filloi me çnjohje për t'ia pamundsuar Kosovës antarësimin në ndonjë organizatë ose agjenci të OKB-s. Dhe këtu filloi dinamika ku çnjohja nuk kishte të bënte vetvete me zvoglimin e numrave të njohjeve, sepse Serbia më herë ka mujt me bë këtë taktik, por nuk e ka pasur të rëndësishme, por ka qenë çnjohje me qëllim
të bllokimit të antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Nga se për Serbinë, njohja individuale e Kosovës s'ka pas shumë pasoja. Sa është kur shkon mbi 100 njohja u kryi një farë mase kritike. Edhe Serbia e pat humb këtë betejën për parandalimin e njohjes Kosovës. Po ku filloi me kuptuar që ka pasoja për Serbinë është kur filloi antarësimi në organizatën po. Edhe në atë kohë Kosova ka pas në agjendë çështjen e antarësimit në OKB. Dhe është një rrugtim për antarësim në OKB që nëse i ke 2/3 e votave në asamblenë përgjithshme, mund ta inicijosh procesin e antarësimit. Po në parim tërheqjet cilat janë deklaruar shpeshherë prej shteteve, nuk është që kemi pa atë notën verbale kur pranohet shtetësia, e pastaj te çnjohja ka pas dilema a është çnjohje në çfarë forme, a ka formë zyrtare të çnjohjes. Fatkeqësisht ka, të gjitha i kam të siguruara, kanë qenë publike, po janë kontroverze sa janë autentike. Këtë është çështja. Unë kam një listë në libër të gjitha çnjohjeve të Kosovës. Është një listë me 18 vende që zyrtarisht e kanë çnjohur Kosovën. Nëse është në listë, disa prej tyre kanë rinjohur Kosovën zyrtarisht. Po është pastaj një listë më vonë ku Serbia ka shtuar diku rreth 90 që janë diskutueshme. Domethënë në këtë listën e juaj flasim prej vitit diku 2012, 18 shtete të cilat kanë çnjohur, por që pastaj për shembull kemi rastin e Liberisë, e cila e ka njohur, por pastaj e ka çnjohur dhe e ka njohur prap. Brenda ditëve. Do të thotë kjo sa është serioze në kuptimin e raporteve diplomatike. Është shumë problematike. Një pjesë e çnjohjeve të Kosovës janë vendime zyrtare të këtyre shteteve me letër zyrtare. Shumicën e rasteve letra ju ka kthyer vetëm Serbisë. Se po ti e ktheje letra Kosovës, do të ishte vazhdimësi e njohjes. Është praktikë diplomatike që kur janë jetë një njësi ose një shtet si barabart, i dërgon notë barabart. Ta zëm për shembull, nëse një vend i dërgon një notë verbale Irlandës me emrin Republic of Ireland, që nuk është emri zyrtar i vendit, Ministria e Punëve të Jashtme e Irlandës është e obliguar mos me hap atë demarsh së letër edhe me dërguar në shport. Sepse nuk është emri autentik i shtetit. Edhe është fyrje. E ngjashëm çka ka ndodhur me çnjohjet është që Serbia i ka dhënë instruksione këtyre vendeve me dërguar tek MPJ tyne e jo tek Kosovës. Ka pas disa raste ku ju ka dërguar Kosovës. Po parim i bën kjo që 1/3 e çnjohjeve me ne qenë autentike. Një tjetër është shumë diskutabile. Ka pasur alegime për korrupsion nga ana e Serbisë, ku ta zëm një vend Serbia ka korruptuar një zyrtar në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe e ka gjetur një mënyrë për ta marrë vulën e tyre, takohen në një kafe, i japin parat e volosin letrën e shkruar nga Serbia. Shumica e çnjohjeve ose letrave çnjohjeve janë të shkruara nga Serbia, sepse kanë përputhje të shkrimit, të tekstit, të argumenteve. Po në parim zoti Visoka, nëse ka për një aferë korruptive, ekzistojnë dokumentet, ajo ka qenë diçka që është po. Atëherë sa duhet jetë e pranueshme për faktorët ndërkombëtar, për çështjet ndërkombëtare? Mund të ngritin dilema për sa përket atë çështjes morale, por në diplomaci këto janë pranueshme. Është e pranueshme, është e pranueshme. Nëse lidhet tek pjesa e dytë e pyetjes tënde për OKB-n dhe rregullimin e tyre, unë libër konkludoj që pa pasur një kodifikim të disa normave, parimeve, se çka është njohja, dhe kur një vend duhet çfarë është njohja, kur një vend duhet me u njoh, është praktik luftënxitëse. Pse? Për shkak se krijon tensione. Tensione mes dy vendeve? Edhe vende të treta. Ta zëm vendet që e kanë njohur Kosovën kanë përfituar nga Serbia, ta zëm një formë së tjetër, por e kanë dëmtuar Kosovën. Mi po për shembull vendet që e kanë njohur Tajvanin, e kanë njohur Kinën, kanë pasur pasoja direkte brenda shtetit të tyre. Sepse kanë qenë të varura nga ndihmat e Tajvanit. Tajvani ka një politikë që nëse një vend hiqnje, ata më një herë ndërpresin bashkëpunimin teknik. Dhe në disa raste kemi të bëjmë me miliona. Do kjo është pesha e forcës pastaj. Pastaj po. Ose ta zëm disa vende që e kanë njohur Abkhazinë dhe Osetinë e Jugut si Nauru ose Tuvalu në Pacifik, BE-ja në mënyrë indirekte i ka konsideruar janë ndërprer ndihmat. Edhe këto vende është janë detyruar me rikthy. Por rastin e Kosovës me Serbinë s'ka pas praktika të tilla, të paktën jo publike. Jo, ka pasur presion nga disa miq të Kosovës, por Serbia i ka zgjedhur vendet që kanë njohur Kosovën që s'kan qenë të varura
nga sfera perëndimore e shteteve. Nga kjo lista që ju e keni në libër, duket që janë edhe më shumë në ato që përpara është njohur si shtetet e botës tretë ose ato të Commonwealth-it, po me status neutral. Të paninkuadruara, të vendet e paninkuadruara. Janë diku rreth 15 shtete që janë postkoloniale, kryesisht në Afrikë, Latin Amerikë dhe në Pacifik, të cilat e kanë politikë të jashtme, tregtimin me njohje, çnjohje dhe rinjohje. Çka do të nënkuptonte tash në sferën ndërkombëtare kjo tërheqja e çnjohjeve, sa e dëmton ose çka nënkupton për legitimitetin e Kosovës? Si shtet. Po e thellon kontestimin e shtetit Kosovës. Ja po mundson antarësimin në shumë organizata. Për momentin e kemi 119 njohje nëse marrim parasysh Sudanin edhe Kenin, që janë shumë mirë të ardhura. Këto ditëve të fundit. Por nëse shumë çka ka ndodhur është Kosovës ja ka zvogëluar vetbesimin në rrafshin ndërkombëtar. Nuk e ke vërejt nuk ka iniciativa për antarësimin në organizata kryesore ndërkombëtare. Vetëm Këshilli i Evropës. Ka vite që s'kemi aplikuar përveç Këshillit të Evropës. Kryesisht si pasojë e disfatës së vazhdueshme me Interpol, edhe UNESCO ka qenë si rast i ndjeshëm. Kështu që ja ka zvogëluar Kosovës vetbesimin ose ja ka mohu çfarë drejtën me vazhdu përpjekjet për antarësim. Realisht antarësimi i fundit, tendenca për antarësim të fundit në Interpol dhe në UNESCO, ka qenë e çuditshme sepse edhe shtetet njohëse të shtetit Kosovës fillun me votu kundër Kosovës në këtë rast. Tash, a vjen si pasojë ndoshta edhe mungesës tonë, diplomacisë tonë, do të thuaj, a do duhet të ishim më të egër në këtë drejtim edhe në kuptim? Po, ka qenë një gabim në leximin e situatës ndërkombëtare. Në atë kohë ka qenë leximi që nëse e ke marrë njohjen në automatike do të kesh votën, që nuk janë të njëjta. Shumë vende, edhe nëse janë mike, mund të votu kundër. Për shkak të rrethana të ndryshme. Ta zëm, sa di Japonia, Polonia kanë votuar si raste, po. Që kanë qenë shumë surpriza. Kështu që diplomacia multilaterale është tjetër, krahasim me atë bilaterale, por nëse ke kultivim marrëdhënie bilaterale, pastaj i krijon parakushtet për me pas përkraje multilaterale. Që bën që Kosova që tani ka filluar me kuptu këtë që njohja vetëm është hapi i parë në konsolidim marrëdhënie diplomatike, duhet me vazhdu me këto vende. Shumë vende që na kanë njoft janë vende të cilat janë befasu kur Serbia i ka shku mas një dekade, edhe i ka ndërtuar një narracion ose kontrnarracion për Kosovën, edhe këto vende kanë thënë, po e kemi njoft Kosovën para një dekade, por na kanë premtuar diçka edhe se kanë realizuar. Edhe asnjë sa kanë takuar, kështu që kanë qenë shumë lehtë të kthyeshme ose të ka marrë vendime lehtësi. Si shpjegohet fakti pastaj që ndoshta a kemi marrë shumë për të mirëqenë në këtë pjesë? Ka qenë gabim që nuk është investuar në kultivimin marrëdhënie bilaterale. Do të vendet e vogla si Kosova nuk ka shumë parë milion donacione këtyre vendeve se qartë. Por çka kemi mund të bëj është me dërgu ekspert teknik, me dërgu shoqërinë civile, me dërgu grupe vullnetare, do të bashkëpunim simbolik. People to people, kontakt ditor, dërgoj ekspert teknik të Serbia se si i mban të marrëdhënie me këtë vende është bën marrëveshje teknike. Disa i jap bursa, disa i dërgon disa ekspert për bujqësi. Se këto vende kanë mungesë të kapacitetit vazhdueshme. Tajvani ka një tjetër standard ekonomik, i dërgon shumë, i dërgon miliona asistencë bilaterale, por tek vendet e vogla si Kosova ka mujtë me bo ma shumë me i kultivu këto marrëdhënie, qoftë me bursa, qoftë me evente, qoftë me dhe të gjëra që janë pak të kushtueshme, ta zëm me 50.000 euro buxhet vjetor për një vend që na kanë njoft. Nuk është shumë simbolike, por që siguron... Por ka pasojat moja, po. E siguron vazhdimin e atij raporti bilateral. Derisa të hyjmë në OKB, ne duhet të kemi diplomaci proaktive bilaterale me të gjitha vendet. E qartë. Edhe s'ka lidhje ku janë. Sepse pastaj pas kryer një farë hierarkie se a ja vlen me marrë me këto vende por që Kosova ndoshta nuk e ka më shumë të rëndësishme cilësinë e njohjes, po e ka sasinë. Po cilësia është me rëndësi për disa raste, po me që është një vend, një votë në sistem ndërkombëtar. Këto vende kanë votën e njëjtë sikur ta zëm SHPA-t në shumë agjencione ndërkombëtare. Dhe kjo është e rëndësishme në këtë fazë për Kosovën. Realisht, çështja e legitimitetit Kosovës e çnjohjeve e tjera, a ka pasoja ose a përbën precedent do e quaja për pastaj që do të mund të krijojë edhe për raste të tilla në sferën ndërkombëtare? Sistemi ndërkombëtar është ndërtuar me precedente.
edhe precedenti nuk është diçka negative, është Për të mirë ose për të keq, po. Do të çështja e njohjes ka filluar me Taiwanin, kur SBA-t e kanë ndërru ulsën, kanë lobu për ndrimin e ulsës nga Republika e Taiwanit, ose Republika e Kinës Taiwan. tek Republika Popullore e Kinës. Pastaj ka pas një efekt në Saharën Perëndimore, vitet e 90-ta. Çështja e Marokut. Maroko është fuqi okupuese në Saharën Perëndimore. Edhe ka kalu pastaj tek Abkazia dhe Osetia e Jugut, ku këto vende kanë marrë deri rreth njohje mendimin e Rusisë, pastaj ka filluar një fushatë e çnjohjeve. Edhe duket që Serbia ka mësuar kryesisht nga Gjeorgjia dhe nga Maroku. E kjo praktik tash mund të përdoret për shembull edhe për rastin e Ukrainës në luftën e fundit Po, kryesisht çështja e njohjeve e prek shtetet që janë jashtë sistemit të OKB-s. Se ta zëm për shembull Izraeli është i njohur, mos njohur ose i njohur në forma ndryshme nga shumë vende arabe. Por është në OKB dhe se interesant, s'ka ndonjë ndikim madh. Por nëse bëhet mas kritike, ka ndikim. A do të thonë për Ukrainën kjo nuk vlen si Nuk vlen. rast. Jo, çka vlen është ta zëm vendet që kanë njoftë këto republikat në Donbas, unë pas ndikim. E qartë. Po ku vetë ka qenë një praktikë interesante ku Rusia e ka nisë një rezolut në Duma të tyre për ta njohur Lituaninë. Por Në bazë të një argumentimi ligjor që kënë se të kaluarën kanë bërë një shkelje kushdo që e ka njoftur Lituaninë mas shoqërisë të ish BRSS-s bashkë. Po këto janë simbolika ose sinjale që praktika e njohjeve mund të zgjerohet edhe tek vendet që janë vendet të OKB-s. Viteve të fundit jemi kritikuar shumë që kemi pas një diplomaci letargjike më shumë. Domethënë, ndoshta është edhe çështja e vetbesimit që e thatë ju, mungesa e atij vetbesimit. Po në fund ditës, diplomacia jonë është përcjell shpeshherë me skandale, është përcjell me emrime politike e tjera. Por mbi të gjitha, pse është kjo mungesë e anës të jemi më proaktiv, më dinamik. Ka pas edhe deklarata shpeshherë politike që ndoshta s'kan qenë të mirëseardhura, të mirëqena për raportet që do duhej me ndërtu. Pse kjo situatë? Po mendoj që qeveria aktuale ka një lexim ndryshëm të çështjes njohjeve. Është një filozofi më ndryshe. Në dekadën e parë pavarësisë Kosovës, njohjet kanë qenë në epicentër të legjitimimit të liderëve të Kosovës. Edhe në farforme ju ka dhënë drejta për me legjitimu liderët e Kosovës vendeve treta përmes akteve njohjeve ose mos njohjeve. Duket që qeveria aktuale nuk ka dashur me bazuar legitimitetin e tyre në Këto akte. Në akte të vendeve treta që nuk kanë kontrollin tonë. Që ndjenjë mas kanë drejt. Është problematike me legitimu elitën politike për sa përket sa njohje i merr, sa antarësohet. Këtu ka qenë një debat i madh, bëhej lajm legjitimimi i liderëve. E qartë. Kjo paradigmë, ndryshim paradigme ka ndodhur me atë për të reduktuar varfërinë nga jashtë dhe për të vetë vendosur në sferat në rrafshin politik. Në mënyrë që kjo është baza ideologjike ose filozofike e politikës jashtme të Kosovës vitet e fundit, ku njohja janë të mirëseardhura, por nuk mund të bazojnë diplomacinë tonë. Që mendoj që leximi pjesërisht korrekt, por me që jemi vend kogja fragile edhe i dopt nëse ndërkombëtar është dashur me majt atë tempën e paraprake. Përkundër këtyre dilemave të legjitimimit të jashtëm ose. Po nëse shihet sot nga kjo praktik, a duhet me ndryshu ky kurs? Po definitivisht duket që tani kemi kuptuar që vetëm diplomacia proaktive na mban në këtë rrugtimin e konsolidimit të shtetësisë Kosovës, e pa me rastin e Kenisë edhe të Sudanit që nuk ka ngërç, mund të kalohet. Edhe unë ndër vite kam avoku në komentime publike, kam bajt aktiv këtë argumente që duhet diplomaci proaktive edhe me gjitha vendet. Duhet me investu më shumë, edhe në financiare, edhe në lobim, edhe në kapacitet njerëzore për të pasur marrëdhënie me gjitha vendet. Është investim i sigurt, është investim që kthehet në vetbesimin e shteteve, në respektin që e merr nga vendet perëndimore pastaj. Po për të pas për shembull ka një herë edhe një pajtona juve kur thoni që jemi vend i vogël, nuk jemi në fuqi, kuptimin që muim. Po për të qenë playmaker ose lojtarën fush, duhet me ekzistu edhe kompromise, të paktën në diplomaci, po në anën tjetër duhesh me qenë edhe shumë ma proaktiv. Pse këto ngecje, pse këto hezitime, pse këto dilema?
Po, vazhdimësi kemi pas kriza politike. Që nga viti 2014 kemi pas ngërë që vënim të formësimit. Edhe aty e kanë që orientu politikën e jashtme. E kanë zvarit. E kanë zvarit. Edhe unë në libër dokumentoj kthesat kritike me kohë, kur Serbia ka rrit intensitetin diplomatik. Edhe ne kemi ullë. Është një farë logjike mekanike. Nëse ti puna më shumë, ata zbrapsën. Nëse ti je pasiv, ata janë aktiv. Na kemi pas rastin e Këshillit të Evropës, për shembull, na e bëm një protestë politik. Ishte çështja e tokave të Deçanit, të manastirit Deçanit. Pastaj u kërkua edhe dërgesa në gjykatën kushtetuese për interpretim çështja e asociacionit. Këtu pastaj pati një duke që sipas tyre ka qenë lexim që nuk ka qenë veprim nuk e kam besu Kosovës sepse dërgoi në moment fundit zotërimin nga faktori ndërkombëtar. Po, edhe duke që aty e kanë luajtur lojën. Po në kaluamën qeveria e Kosovës ka drejt që është skeptike ndaj miqve perëndimor, sepse na kanë mashtruar në disa raste. Na kanë premtu, po edhe tash edhe kaluam na kanë premtu shumë për kraja për shumë nisma që Kosova ka marrë, të qoftë për kompromise të brendshme, të qoftë për ndryshimet të ligjeve. Edhe ata nuk e kanë përmbushur obligimet. Do të thonë sërish kërkesat edhe bara ka rënë mbi Kosovën, jo mbi Serbinë. Serbia ka luajtur mirë këtë lojën me çështjen e Rusisë, tash edhe me Kinën. Po çështja e njohjeve është e rëndësishme me ul varësinë e Kosovës ndaj SBA-ve dhe perëndimit. Sa më shumë që njihemi me mendjet jo perëndimore, as më sovran jeni edhe ndaj perëndimit. Sepse vendet perëndimore e dinë ku është pika e dobët e Kosovës, edhe nëse është çështja e njohjeve as ndërsimeve, ata e kushtojnë përkrajen me këto dy fusha. Kjo është një argument krejt kontra prej asaj që është servu në politikën kosovare. Lidhshmëria jon ka qenë gjithmonë në Shtetet e Bashkuara, aleanca me sa më shumë që ka aleanca diverse edhe të fuqishme, as pastaj kemi si produktive me SBA-n. Sepse SBA është fuqi e forcës, fuqi që edhe miqësitë janë përkohshme në marrëdhënie ndërkombëtare. Në diplomacinë miqësimi mes shteteve është nuk është njëjtë si miqësimi mes individëve. Kursi i Kosovës në aspektin diplomatik, ju thoni që duhet të jetë për shembull edhe tendenca për të njohur për të vendosur marrëdhënie diplomatike edhe me Kinën. Pse jo? Ndoshta një zyre ndërlidhse një. Për shembull unë jem pak i habitur se si jemi proaktiv me Taiwanin. Që nuk është në interes Kosovës qoftë shkëmbime. Kinës apo? Po. Nuk është në interes Kosovës me thellu marrëdhënie me Taiwanin. Kina ka qenë akter pasiv edhe asnjëherë nuk e ka provoku Kosovën. Edhe është mosnjohës se ka provoku Kosovën në Këshillin e Sigurimit. Për dallim pi Serbisë, prej Rusisë. Po, ka qenë një farë mosnjohës neutral. Edhe ka qenë pragmatik, kanë zyrën Prishtinë. Por Kosova s'ka atje. Jo, po është gabim strategjik. Kina do të jetë superfuqi, edhe ka shumë ndikim, edhe duke që në disa raste sa më shumë që na kena thellu marrëdhëniet me Taiwanin, që ka qenë më shumë politike jashtme e Biden në qeverinë e kaluar, për ta dobësuar Kinën, e kanë thellu marrëdhëniet me Taiwanin, edhe kanë detyruar në një farë forme edhe deputet Kosovës të shkojnë te Taiwan. Politika jon pra në raport me këto, politika jon e jashtme gjithmonë ka qenë nga ajo që është servu prej politikanëve në linjë me partnerët ndërkombëtar, SBA-n dhe SBA-n dhe shtetet perëndimore të Evropës, Bashkimit Evropian. Në këtë parim, për shembull, na kemi marrë edhe një qëndrim shumë pro-izraelit. Pavarësisht diskursit, narracionit atje, flitet për një krizë humanitare në Gazë, dhe qëndrimi jonë është prap pro-izraelit. Pra, nga ajo që po e kuptoj unë, ndoshta është edhe çështja të diversifikohen. Nuk kemi mendim të pavarur politik jashtme, nuk kemi guxim. Kemi atë kapacitet. Kemi. Ti mundesh me mos me marrë qëndrim, po jo me marrë qëndrim që ka pasoja për ty. Të qëndrimet që i marrin për Taiwanin kanë pasoja për Kosovën, sepse tash Kina vazhdimisht është duke na observuar vazhdues sikur akter që është në farë forme duke marrë akte jo miqësore ndaj Kinës. Ka instanca që Kina është duke bashkëpunuar me Serbinë me vende të treta për çnjohje. Ta kesh parasysh që Kina ka fuqi të mjaftueshme me na dëmtu. Po. Me një demarsh të Kinës ndodh çnjohja me ditës, me dashur Kina. E para e dyta me Izraelin është gabim që kemi qenë shumë proaktiv në kuptimin e fjalës të hapim ambasadë në Jerusalem. Pse ata s'kan na kanë ofruar njohjen unë kam bërë një punim dhe kam shkruar për këtë temë edhe bota arabe kanë qenë shumë mirë kuptueshëm ndaj neve. Turqia, Pakistani, Jordani kanë qenë shumë të mllëfosën në fillim. Por që pastaj u zbutën gjërat, por me rastin e gjenocidit në Gaza, do të kemi qenë shumë të njanshëm,
Edhe këto të marrë në histori që Kosova ka marrë anë në një konflikt. Çështja jonë është pa prej asaj që Palestina shpeshherë ka shku në favor të Serbisë me vota në OKB. Do thonë, ka qenë ndoshta një politikë ndërsjellë që e ka bërë dhe Kosova. Autoriteti palestinez ka qenë shumë jo miqësor në Kosovës. Ata kanë qenë të parë që kanë bërë veprime jo miqësore në Kosovës, që Kosova ka drejt me qenë e afërt me Izraelin, si hak marrë ndaj autoritetit palestinez. Po jo me marrë qendrim në rastin e popullatës civile, sepse janë dy gjëra ndryshme. Edhe ne mund ta dënojmë Hamasin, por mund ta dënojmë edhe veprimet e dhunshme të Izraelit. Këtë po e shohim edhe me Bashkimin Evropian. Në fakt, Kosova duke hap ambasadën në Jerusalem ka vepruar kundër politikës përbashkëme Bashkimit Evropian. Në regjistër të BE-s, në raport me Kosovën është një shënim që Kosova nuk e ka përmbush ose nuk e ka përafru politikën e jashtme tërësisht me por që është përkthy me një njohje nga Izraeli, nga shteti Izraeli. Po herë nëse ne avancojna në integrimin evropian, edhe nëse ne është politike përbashkëme e BE-s që nuk e njihin Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit, Kosova duhet të marrë veprime të tërheqë. S'mund të hyjë në BE pa rregulluar këtë çështje. Do thonë edhe kjo do të jetë një pengesë. Një pengesë e mundshme tasëm një dekadë të ardhmen. E para e dyta, kemi të bëjmë me këtë situatën ku vendet e treta dhe BE-ja është duke fillu procesin e suspendimit të marrëveshjes së asociimit me Izraelin, kështu që nuk kemi duke vepruar në harmoni me BE-n, por jemi më shumë me SBA. A është parim është shpreha që Zotin Qiell SBA-ja në tokë për Kosovën, po flas gjithmonë. Edhe që parim, domethënë diplomacia jon duhet ta njeh kursin diplomatik që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si shej falenderuese për ato që ka bën Kosovë, kuptim. Tash argumentohet, ai ka bërë për qëllime humanitare, për qëllime diplomatike, për qëllime të çështjes së interesit tyre etj. Por që në Kosovë është përkthy si mirënjohje ndaj tyre. Kjo është e kuptueshme edhe Kosova duhet të vazhdojë atë kurs të parafrimit, atë miqësisë përhershme me SBA, por ka hapësirë për të refuzuar të jetë të shkelë drejtën ndërkombëtare. Në kohët fundit kemi provuar edhe të GND-ja ka dalë me një opinion opinion këshill vendës që vendet e treta, të cilat bashkëpunojnë me Izraelin në territoret e okupuara, përfshirë edhe hapjen e ambasadave, janë në shkeljen drejtën ndërkombëtare. Dhe Kosova është në një implicite në shkelje të rezultateve të OKB-s në drejtën ndërkombëtare duke marrë anë, sepse status quo-ja në Jerusalem është lënë e tillë që nëse bën dy shtete, të pastaj më u nda përgjysht. Do të jemi korrekt, Kosova ka hapur ambasadën në pjesën perëndimore të Jerusalemit, jo i lindore, që është diskutabile ajo pjesa. Po është mirë që ka ndodhur atë pjesë, po Izraeli ka interpretuar këtë sikur njohje plot e sovranitetit të Izraelit mbi atë pjesë. Ta kemi parasysh, Izraeli për një dekadë nuk e ka njohur Kosovën. E ka njohur vetëm në momentin kur i ka dashur një njohje nga një vend i vogël musliman në Evropë simbolike me hapjen e ambasadë në Jerusalem. Kështu ka qenë një farë trumpizmi ose një farë transactional diplomacy. Po në këtë kontekst, megjithatë kjo tendenca e qeverisë të Kosovës shpeshherë për të treguar një farë vetëvendosje në kuptimin diplomatik, pa dashur një referu si term politik, si lëvizje, i ka kushtu Kosovës në ato që është interpretuar si raport i ftohje diplomatike, jo, raport i ftohje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka pas shpeshherë deklarata të cilën politikanët e Kosovës nuk janë mësuar me i dëgju prej ambasadorëve amerikan. Dhe tash kjo duket që të paktën ka qarqe politike në Kosovë, cilat mundohen me i përkthy si të dëmshme për shtetin e Kosovës. Po, aty ke drejt, në rrafshin vendor ose politikave të Kosovës, ka ndryshim kursit, ka ftohje të raporteve, po duket që Kosova ose politika jashtme e Kosovës është munduar me kompenzu këtë presion brendshëm duke qenë shumë dëgjueshëm ose duke viju politikat e jashtme të SBA-s. Po flasim deri në kohën kur Albin Kurti si kryeministër vendosi me
me i thonë jo për disa gjëra. Ka thonë jo për çështjet e Kosovës, por jo për politikë të jashtme. E qartë. Do për politikë të jashtme edhe qeveria Kurti ka vazhdo kursin e qeverive të kaluara, duke marrë qendrim pro-amerikan edhe për çështje që janë kontroverse, edhe në në kundërshtim me drejtën ndërkombëtare ose me politikën e jashtme të BE-s. E te çështja e Bashkimit Evropian, vazhdon me mbet kjo puna e mosnjohjes 5 shteteve. Tash, për shembull, ne kemi zyre ndërlidhëse në Rumani, kemi zyre raportet paktën kanë ata një zyre këtu. Kemi me Greqinë. Mision të posaçëm atje ata kanë këtu. Janë raporte të cilat shpeshherë përjashtojnë ndoshta Spanjën për shkak të Katalonisë, janë raporte të cilat në një fazë duken pak edhe absurde pse mos ketë njohje. Po unë këto raste kem studiuar me kujdes, këto nuk kanë arsye të njëjta për mosnjohjen e Kosovës. Ose Çiproja është tjetër rast. Secili prej tyre ka një histori të veçantë. Tazëm Slovakia në vitin 2007 ka kaluar një rezolutë në parlament të tyre ku ka kërkuar që e njohin Kosovën vetëm nëse ka pajtim nga Serbia. Por çm parim pse është? Se e ka bë më shumë ka qenë një farforme kundërshtim ndaj politikës së përbashkët të Bashkimit Evropian. Ata i hynë në BE në vitin 2004 edhe kanë pas një farë shok kur e kanë kuptuar se atë varën nga Brukseli për politikë jashtme. Edhe ka qenë hapi i parë i tyre me shty këtë idenë se kanë farë kur të bosh antar i BE-s e keni farë ide që aty është këtë mirë edhe në farë lumturie, po e kupton pastaj sa i dopt je. Kuptimin sa shumë varësiki nga Brukseli. Po sa shumë transferon sovranitet tek Brukseli. Që Brukseli shpeshherë është diskutuar. Po. Kjo çështje e sovranitetit të shteteve është çështje e ruajtur. Jo, nuk është. Kuptimi por që kuptimi është. Po, rasti i Kosovës është interesant se na jena duke konsoliduar sovranitetin, po në njëjtën kohë jena duke dhënë, duke antarësuar në NATO, në BE, në vende të tjera. Edhe nuk kena të gatshëm. Por aleanca të tilla për kohë caktuara duket që janë e marrim për shembull rastin e Finlandës edhe të Suedisë, antarësimin në NATO, u pa shumë i domosdoshëm për këtyre dy vendeve. Ama duhet të dhënë, duhet të shpërndash sovranitetin sapo ta antarësosh. Pra ju jeni jeftarja asaj që edhe në antarësim në organizatat për shembull si Bashkimi Evropian, sovraniteti i shteteve duhet ruajtur. Jo, vetëm të jesh realist që do e japësh. Do ta dish çapo të pret. Se prandaj kemi populizëm në vendet e Evropës lindore, të cilat nuk e kanë kuptuar që si përkthehet çështja e vetos, për shembull, një shtet si Kroacia ka të drejtën e vetos si Franca ose Gjermania. Po, ajo është në rregull, por për shumë tema tjera do të ndjekojnë të rregullat e BE-s. Për shumë, Slovakia këtë ka si histori është që ka marrë vendim në moment saktum edhe tash nuk ka dashur ndryshuar. Romania është vend më ndryshe, është më pragmatik, më shumë ka të bëjë me kushtizimin e Serbisë për popullatën vllahe atje. Greqia është rast çështja kulturore fetare. Po, që përdorin kanë pas histori me kishën ortodokse, por edhe me Çiprin. Çipra ka çështje që nëse zgjedhet çështja e Kosovës, ata janë në rand me zgjedhje. Për Çiprin është më rëndësishme që Kosova me vendi e krizës përhershme. Sepse kjo pastaj do të nënkuptonte ndarjen e Çipros? Po, sepse po të zgjedhet Kosova, Çipra do të jetë në spotlight ose do të jetë në vëmendjen europiane ndërkombëtare për gjetë një zgjidhje që do të jetë aja një federat me dy vende e ndarë. Ja planem e sajna. Dhe fund Spanja është çështje paranojes të hershme me Kataloni, që tash është tek kalu sepse ata patën një referendum edhe vërtet nuk patën, po e patën një shtypje të referendum. Po mirë, po pastaj jetën në kujtesën e këtyre vendeve dhe gjithë po si një farforme si kokëforsi. A ka rol Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuptimin e çnjohjeve të Kosovës ose cili është roli këtë drejtim? Kanë rol në dy forma. E para edhe është shumë interesant se kur kam punu për librin, kam bërë intervista ndryshme edhe holim tim edhe kam vrejt që SBA në moment saktum kanë ndërprer përkrajën e Kosovës për njohje. Kur është ndërprer përkrajën e Kosovës për njohje, kryesisht kur është vendos taksa ndaj Serbisë. Mënyrë të takimet jo të hapuna i kanë paralajmëruar Kosovën që na nuk do t'ju mbrojmë kundër çnjohjeve. Kështu që duke mos vepruar në parandalim të çnjohjeve, duke mos na ndihmuar me njohje të reja, SBA-t kanë mundsuar çnjohjen në mënyrë indirekte. Do mos veprimi amerikan
ka ndikuar që Ka pas pasoja për shnjohjet e Kosovës. Kjo është, sepse në kaluarën SBA kanë pas një task force ose një grup punues me Kosovën ku janë koordinuar për njohje. Bile më herë mas pavarësisë Hillary Clinton, po edhe FCO në Londër kanë pas një zyrtar veçantë që ka punuar vetëm për njohjen e Kosovës, të cilët në mënyrë vazhdueshme kanë dërguar demarche tek ambasadat e tyre. Bashkimi Evropian është ma dinamik, tek BE-ja ngjashëm duke dërguar sinjale që Kosova nuk është duke bërë detyrat e shtëpisë, ka ndjek njëjtin kurs diplomatik edhe ata me Shtetet e Bashkuara? Jo, me që ata nuk janë aktor unifikues në politikë jashtme se si është SBA, nuk e kanë pas këtë kapacitet, po vendet anëtare të BE-s kanë luajtur këtë rol. Të them Gjermania, Franca, disa tjerë. Po Gjermania ka qenë pastaj më proaktive ku ka filluar në shëllsigurimet një eksplicite duke ja përmend Serbisë çnjohet si veprim obstruktiv. Gëzim edhe krejt për fund, cilat janë rekomandimet kryesore ose rekomandimet që do të mund derivonin tek faktorin ndërkombëtar, kuptimin për parandalimin e abuzimeve të tilla që mund ndodhin për raste të tërheqjeve. Unë përfundoj librin me 3 rekomandime. Para është që duhet të kemi një rregull ose të kemi një disa parimesh. Po e para është ka të bëjë me atë që duhet të ketë një procedurë se si ndodh çnjohja. Do të ketë se nëse është veprim ad hoc, i njanshëm, i një zyrtari në vendin e tretë, është shumë jo stabil. Sepse ka pasoja për vendin e tretë që e çnjen, sepse është veprim duhet të ketë një procedurë që ndodhet për para. E dyta, duhet të kenë sa parime ndërkombëtare mbi atë se ku do të ndodhet çnjohja. Çnjohja është normale kur një vend vdes si shtet. Ta them Çekoslovakia ka si shtet si dy shtete ose DDR ose Gjermania, Republika Demokratike në Gjermani lindore është bashku me këtë Gjermaninë perëndimore, edhe vazhdimi i njohjes të saj nuk ka kuptim. Ngjashëm është me Jugosllavinë si shtet. Si shpërbërje federal që ndodhi. Kur një shtet vdes ose bashku me një vend tjetër, çnjohja është e domosdoshme. E qartë. Sepse nuk ka kuptim kur ti nje tri njësi nga shtet, edhe njëtën kohë një atë si vazhdimsi s'ka. Ose nëse kushtet origjinale të njohjes më nuk janë relevante, ta zëm vendi e hub shtetësinë. E qartë. Do të thonë në diplomaci njihet edhe kjo, si humbje e shtetësisë. Humbje e shtetësisë, po. Duhet të kenë disa rregulla parakushte, disa standarde normative ku e justifikojnë çnjohjen. Jo vetëm çka rekomandon për Kosovën, për institucionet e Kosovës në këtë rast? Po unë ndër vite kom rekomandu që Kosova të nisë një kampanje ndërkombëtare për të krijuar një kod dënues ndaj çnjohjeve. Kemi pas një drejtare kur Shqipëria ka qenë në Këshill Sigurimit, që nuk e ka bërë këtë punë. Se ka pas mundësinë ideale ta nisë ta zëm një deklaratë të parimeve. Kod çnjohës, ç'do të nënkupton te kjo? E kam thënë me këtë po mendoj një deklaratë të parimeve ku vendet në mënyrë vullnetare nënshkruajnë thonë që ne nuk do të njohim ç'njohim, përsa shtetet nëse në këto parakushte nuk plotësohen. Këtë akt simbolik normativ, edhe kështu fillojnë norma ndërkombëtare të zhvillohen. Me një iniciativë të një shteti, bëhet një grup i shteteve, bëhet një deklaratë, pastaj kthehet në një traktat, kthehet në një institucion dhe bëhet normë. Kështu që Kosova e ka ende këtë mundësi, edhe pse nuk është interesuar të merret ta bëj. Po kjo është një temë që mund të diskutohet. Po. Kjo një e dyta është të ketë diplomaci proaktive dhe të respektojë këto vende që na kanë njoftë vendet e treta dhe të gjejmë mënyra që ti përkra një simbolike ose gjëra që nuk i kushtojnë shumë, por t'i kthyer edhe për t'i kultivuar tuti këtë marrëdhënie. Tjetra është komunikim publik më të mirë. Në listën e komunikim publik brenda dhe jashtë vendit? Dhe jashtë, po. Në listën e çnjohjeve, rinjohjeve, shumë vende na kanë rinjohë. Për shkak të marrëdhënieve komunikimit publik. Kosova me që si ka njohë si çnjohja në parim, nuk i konsideron si çnjohje ose si rinjohje tash. Dhe ka krijuar konfuzitet. A na njohin as na njohin. Na njohin, po edhe tash shpesh ti je presidentin e Kosovës duke prit një ministër të jashtë në një vend që këtu në listën time është ende çnjohje, po për Kosovën ose më po janë kanë dëshmi që është njohje. Sepse kanë akredituar një ambasador, kanë dërguar një demarsh, ajo është akti i rinjohjes. Edhe Kosova duhet të jetë shumë më vetbesuese në këtë kuptim, edhe të flet publikisht që lista e Serbisë është listë jo relevante, sepse këto vende na kanë njohur ka vazhdimsi të njohjes. Më mirë është me çuçut ka njohje të vazhdueshme ose vazhdimsi të njohjes. Edhe në shumë instanca në mënyrë indirekte është përmend kjo, po nuk kanë dashur me provokuar Serbinë
sepse kam pas frikë që nëse e bëjnë këtë, Ajo mund të jetë më e egër, më e ashpër në këtë hajde të vazhdojnë edhe me thënë të tjera, ty tregojnë që si kanë kthy këto njohje. që na jemi më fortë. Ose mund të qenë që shkojnë te njëjti shtet e japin shuma ose mitove, po. Nxitës mito për me këtu. Kështu që është balans delikat, po mendoj që për betejën e diplomacisë publike është dashur. Të bëhet më shumë. Po të jetë më konfident të tregu që jo, këtu nuk i kemi 20 ose 25 ose 30 çnjohje, se kemi sepse këto që dëshmia jon që gjitha këto janë. To kanë vazhduar me na e njoh. Edhe në farë forme se Serbia këta përdor se keq informim, shumë raste po e keq përdor. Se ka kryer një generacion që Kosova i ka 900 njohje, mbi 20 njohje janë në hjek, po. Sepse nuk është e vërtetë. E qartë. Do të bën një lexim i brendshëm, një analizë, del edhe publike, edhe një listë, ta them, që ose një indirekte Kosova ta promovoj këtë generacionin që s'ka njohje, edhe nëse ka pas kanë qenë të keq përdorura, kanë qenë të përkohshme, edhe Kosova është në kursin e drejtë të njohjeve. plot. Zoti Soka, më të falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit shumë për pyetjet edhe ishte kënaqësi.